Përshëndetje miqtë e mi. Personat e varur nga metamfetamina hyjnë në burgun e paranojës, nën prangat e drogës së tyre. Megjithatë, të paktën ata që nisin rrugën e varësisë me metamfetaminën, shumica fillojnë me marijuanën ose alkoolin, që sipas botës janë të padëmshme. Por personazhi i historisë sonë të sotme e provoi në lëkurë. Ai nuk ishte i lirë, deri në momentin kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Është roti. Është bërë qullë si pulë lagur. Pse u vonove këtë shumë? Ka kaluar mes nata plago. E di. I thash nënës që isha sëmur dhe shkova të shtriesha. Më pas duhet të prisja derisa të gjithë të shkonin për të fjetur, dhe kështu të dilja fshehurezi nga ana e pasme e shtëpisë. Nuk është e drejtë të dalësh fshehurazi nga shtëpia për të ardhur në festën e diplomimit, Ermik. E mirë. Ku është gota ime? Tani duhet të festoj. Po ndihni të lirë nga prangat radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore që përcjellin lajmin e mirë në botë. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vijnë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju ftoj të ndiqni programin me numër 367, programi që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Voj kujdes kur merr kthesat, Beti. Lërë rehat se po përpiqet të më çojë në shtëpi në kohë. E për të na bëj copash plako. Gjithë ky shi që po bie duket sikur po fluturojmë. Qetësau, Rodni. Qetësau dhe shijoj udhtimin. Beti, ngadalso moj vajz. Atje përpara është një liqen. Ngadalso të thash! Personazhi i historisë sonë të sotme vinte nga një familje e dashur që shkonte në kish, por kjo nuk e shpëtoi nga shkatrimet e kësaj bote. Për shkak të çështjeve delikate që trajtohen në këtë histori, sugjerohet që fëmijët të shoqërohen nga prindrit. Kjo është pjesa e parë e dëshmisë së vërtetë të Rodney Williams, që vjen tek ju tani në Të lirë nga prangat. Prindrit e mi punonin shumë për të fituar bukën e gojës në Pascagoula të Mississippit. Vendi ku unë u linda në vitin 1964. Kur isha thuajse 4 vjeç, një mik i familjes abuzoi me mua. I frikësuar dhe i turpruar për t'ju treguar të afërmëve, e ruajta sekretin e errët të fshet brenda meje. Kisha dëgjuar për Perëndin nga shkolla e së dielës, dhe më dukej se ai e kuptonte turpin tim. Në moshën 6 vjeçare i mblidhja fëmijët e lagjes dhe ju tregoja historitë e Biblës njësoj si mësuesit në kish. Shikoje pak Rodnin të ulur te ajo pema e vjetër e lisit. Çfarë po bën ai atje? Ka mbledhur fëmijët e lagjes edhe po ju tregon historitë e Biblës. Po ai është vetëm 6 vjeç. Sa mirë. Jam krenar që jam babai i tij. A nuk është i mrekullueshëm? Ai ju jep fëmijëve karamele kur ata i kthejnë përgjigjen e duhur. Po karamelet ku i gjen? I ka ruajtur nga festa e Halloweenit. Turpi ngacmuesi i abuzimit i shtrembëroi mendimet e mia për Perëndin. Në moshën 9 vjeçare rria me djemë më të mëdhenj se unë, të cilët përdornin një fjalor të pajishëm dhe gënjenin. Kështu bëra dhe unë për t'u përshtatur. Vazhdoja t'i kërkoja Perëndis të më ndryshonte dhe të më falte, por në fund u dorëzova. Perëndi, jam lodhur duke luftuar me këtë gjë dhe duke të kthyer shpinën. Nuk jam i fortë mjaftueshëm sa të bëj vullnetin tënd. Kur të rritem dhe të bëhem më i fortë, do të kthehem sërish tek ti. Kjo pija ishte shumë e shishme, apo jo, Rodney? Po, shumë e shishme. Të afërmit e mi nuk pinë alkool dhe duhan, kështu që mos prisni t'ju pranojnë në shtëpinë time me këtë gjëra. Mos ki merak për këtë. Kur ke pirë duhan për herë të parë? Vitin e shkuar në kamp. Në kamp? Po, unë shkoj në kamp çdo verë për një javë. Vitin e shkuar, Joe erdhi me vëllain e tij të madh në kamp, dhe ai më ftoi të shëtisni në pyll. Atje pi marijuan. U trullosa fare plako. Kur do të hipe në katin e dytë të shtratit të marinarit,
E odha për tokë orën mbi tavolinë. Qa thu? Mere gotën tënde, armik, dhe përpishu mos thyesh gjë këtë herë, mirë? Unë shkëlqeja në sporte dhe luajta futboll deri në vitin e 2 të shkollës së mesme, kur pash vëllain tim të madh ta largonin nga fusha dhe ta operonin për këputje të ligamenteve. Pas kësaj ngjarje interesohesha për karaten, sepse kjo i reduktonte pasiguritë e mia. Vazhdova të shkoja në kishme të afërmit, por vetëm për shoqëri. E lija mësimin që të shkoja në fest me shokët dhe semestrin e parë ngela në klas. Kështu detyrova që të merrja më shumë lëndë mësimore semestrin e dytë. 1 muaj para diplomimit, u nisa për të shkuar në festën që po bëj në shtëpinë e një shoqeje. Duke i dhënë makinës së pirë, ajo u përplas me një shtyll telefoni. Unë u përmenda në spital. Je me fat që je ende gjalla, Rodni. I ka thyer të dyja këmbët. O zot, të dyja këmbët. Kocka në këmbën e djathtë është thyer në 3 vende. Ky që është lidhur me kapse dhe hekura. Po shokët e mi kanë mbijetuar? Jo të gjithë. Njëri prej tyre është në koma. Cili? Roni, fillimisht menduam se kishte vdekur. Ai nguli këmbë që të ecim shpejt. Thonë që kur makina u përplas, nga forca beti doli nga xhami i përparm. Ajo ka vetëm një kyç të thyer. Por ty dhe Ronin duhet u nxirrnin duke e hapur makinën me pajisje të forta. U desh 1 orë për këtë. Unë u përpoqja t'i thosha betit që të ngadalsonte. Kurse unë mendoja se ti ishe në shtrat duke fjetur. Na gënjeve, Rodni. Na the se ishe smur. Por unë nuk doja të mungoja në fest, mami. Po ti e kupton që unë mund të kishe vdekur. Sherifi i zonës tha që shtylla e telefonit thuaj se e ndau në mes makinën. Perëndia më ka mbrojtur, mami. Shoku im qëndroi 6 muaj në koma. Dhe sot nëna e tij vazhdon të kujdeset për trupin e tij të dëmtuar. Mësuesit më sollën në shtëpi provimet përfundimtare dhe më ndihmuan të diplomohesha ndërsa isha ende në karrige me rrota. Më pas, 1 ditë pas diplomimit, një shok më nxori shëtitje me makinë. Ai kishte një çantë me marijuanë në ndenjësen e pasme të makinës, së bashku me karrigen time me rrota. Ishim droguar. Bashk diskutuan për një aksident që thuaj se ju kishte marrë jetën shokëve tanë. Pikërisht ky është vendi ku Geteri u përplas me kamionin e plerave që ishte prishur buz rrugës. Si është e mundur që nuk e pa kamionin? Thonë se ishte i përgjumur dhe nuk e pa kur kjo ndodhi. Por unë isha pas tij dhe ndalova. Ai kishte ngecur në makinë dhe nuk e nxirrnim dot jashtë. Ishte ende gjallë? Po, e dëgjuam duke bërtitur kur makina e tij shpërtheu. Ishte e tmerrshme. Një tragjedi e vërtet. Nuk ka si t'jetë ndryshe, Rodi. Kujdes! Para nesh po vinte një makinë e cila rrëshqiti dhe u përplas me ne duke na hedhur mbi disa shkure. Unë përfundova në ndenjësen e pasme, pikërisht mbi karrigen time me rrota. Nga pjesa e poshtme e makinës po dilte tym. Je mirë? Mendoj se po. Atëherë bën mirë të dalësh jashtë. Makina ka për të shpërthyer. Mos u afroni! Makina do të shpërthej! Ju lutem më ndihmoni. Nuk mund të eci. Kalimtarët më çuan në një vend të sigurt derisa erdhën ndihmës mjekët. 3 muaj më vonë kur hoqja Allçin, njëra këmbë ishte më e shkurtër se tjetra. Unë ecja duke çaluar dhe duke e shtypur egon time. Sidoqoftë mora $100,000 nga kompanitë e sigurimeve për të dyja aksidentet. Duke qenë se ende nuk kisha mbushur 21 vjeç, kujdestari im ishte nëna. Mos kërko më para, Rodni. Paga bujore që të jap çdo muaj mjafton. Por unë kam nevojë për një makinë, mami. Nuk mund të lëviz pa e pasur një. Dëgjoj këtu djalosh i mbar. Duhet të marrësh seriozisht jetën edhe ti vësh gishtin kokës. E pa ato janë paratë e mia. Paratë tua ti i prish me drog. Unë dhe baba yt nuk kemi budallën që të na hedhësh aq lehtë. Ti nuk ke asnjë të drejtë të më pengosh që të mos kem një makinë.
Pa më thuaj, si do të shkoj në shkollë pa makinë? Rodni, në rregull. Do të të ndihmoj që të marrësh një makinë, por nuk do të t'japim para të tjera. Është e sigurt që do t'i bësh rrusha kumbulla. Jam lodhur duke tu përgjëruar që të më japësh paratë e mia. E po ka që pa përgjegjshëm sa je ti. Ta dish që kam për të gjetur dikë tjetër për të jetuar. Unë shkova të jetoja me xhaxhan tim të alkolizuar dhe morëm një avokat, i cili bëri vëllan tim kujdestarin tim ligjor. Rrogën mujore e shpenzoja me drogë dhe i pija qetësuesit me alkol. Unë dhe xhaxhai shkuam në një garë qensh dhe atje fitova $1.200. Shumë shpejt u bëra i varur edhe ndaj kumarit. Fillova shkollën profesionale, por nuk kisha dëshirë të mësoja. Në vitin e dytë mbusha 21 vjeç. Nuk kisha më nevojë për një kujdestar dhe mora kontrollin mbi paratë e mia. Në të vërtetë, unë vetë kontrollohesha nga droga. Kjo është makina jote e re sportive, Rodni? Po, kjo është. Si të duket? Fantastike. O, një bukuri e rrallë. E kam paguar me para në dorë. Dëgjova që më në fundi more para të sigurimeve shoqërore. Dërsa unë kam dëgjuar që ti ke marrë mall të mirë dhe dua ta provoj. Është e vërtet. Atëherë shkojmë diku që të mund ta provosh. Nuk është çaj kërpudhe apo jo? E provova vitin e shkuar dhe thuaj se i ktheva këmbët nga dielli. E humba fare kontrollin. Ashtu? Ashtu, po si plago. Një nga djemt u trëmbaj shumë sa u mbyll në dhomën e tij për 3 ditë. Atë ditë i vura kapakun çaj të kërpudhave. Kjo që kam unë nuk ka të krahasuar, Rodni. Ka për të çuar në qiell të 7. Droga e re ishte kokainë dhe shumë shpejt u bëra i varur ndaj saj. 3 ditë pasi bleva makinën e re, e përplasa 45 metra larg konviktit. Në kohën kur përfundova shkollën profesionale, i kisha shpenzuar thuajse të gjitha paratë që kisha marrë. Dhe u ktheva në shtëpi ku fillova të dilja me një vajzë të bukur. Ne e donim njëri tjetrin kur u martuam, por varësitë e mia më mposhtën. Mbeta pa para dhe kur djali lindi, unë punoja për një rrogë minimale në një kompani kondicionerësh. Dëshira brenda meje për të marrë drogë ishte aq e fortë sa mendoja se do të shpërtheja. Diskutimi më i vogël më bënte të shpërtheja dhe dilja jashtë si një dem i tërbuar, ndonjëherë duke mos u kthyer në shtëpi për ditë të tëra. Kush është atje? Mendova se dëgjova diçka. Rodni, çfarë bën këtu morbir? Thash ti u përshëndesja. Të na përshëndesja po të na zhvatje. Me sa ngrohtësi që e mirë prit ke djalin tënd o baba. Po një djalë i mbar nuk do të hynte fshehur azi në shtëpi. Që nke bërë zurzull dhe kush e merr vesh se çfarë ke pirë tjetër. E çfarë pastaj se jam bërë zurzull? Si e ke hallin ti mordjal? Pse je katandisur në këtë gjendje? Ta them unë pse jam katandisur në këtë gjendje. Një nga ta ashtu quajturit miq tuaj më dhunoi kur isha i vogël, edhe ju nuk më mbrojtët. Pse nuk e ndalët, ha? Pse? Pse? Rodni, duhet na kishe thënë këtë birim. Ne nuk kemi ditur asgjë. Prindërit e mi u dëshpëruan kur morën vesh se çfarë më kishte ndodhur. Pavarësisht llojit të drogës që merja, prap nuk e ka përceja dot turpin dhe të merrin e abuzimit. Gjithë këto gjëra po më shkatërronin jetën dhe martesën. Çfarë i the gruas? I thash që do dilnin për të gjojtur rakun. Dyshoj se mund të kapim ndonjë. Sa do të doja të kisha para për të bler pak kokainë. Po le të shkojmë njëherë në mobil ku zhvillohen garat me qen. Mbase jemi me fat sot. Mirë, po më parë ndaloj me marrim një pije. Është rrugë e gjatë dhe kametje. Askush nuk ka treguar ndonjëherë se sa para humbet në kumar, por atë natë ne fituam $300 për garën. Me njerë u nisëm në shtëpinë e shpërndarësit që të blinim kokainë. Ai nuk kishte por u largua që të gjente. Nuk e kuptuam që atë natë ai na shiti metamfetamin dhe jo kokainë. O, plako, ajo gjëja po ndjek hundët. Po pra, po e ka bërë efektin, kështu që nuk më bie mendja nëse më djeg hunda apo jo. Pas pak e gondita dhe mendoj që gjuhët tia e rakunëve duhet të mbyllet këtu. Bëjmë mirë të nisemi në shtëpi. Në rregull, edhe kokaina është në fund. Eja ta përfundojmë të gjithën. Rod, më duke sikur po më del zemra nga kërharori. E kam parasysh. Fantastike, ha? Kjo është kokaina më e mirë që kam provuar ndonjëherë. Rod, çfarë bën kështu? Nuk e di. Mbase humba ndjenjat për një çast. Hyre kanalit me kokë, plako. Dëgjoj.
Po më rre zemra shumë shpejt. O Zot, kam frikë se po vdes. Po bëj mirë të shkojmë në spital. Këtë herë do ta ngasun makinën. Ai ndezi blokazhin dhe u nis me shpejtësi për në spitalin më të afërt, duke i kaluar të gjithë semaforët me të kuqe. Ndërkohë më thoshte të duroj edhe pak. Kur mbërritëm, ai parkoi jashtë hyrjes së urgjencës. Rod, po fut atje brenda ta dish që do ta kesh nga pas policin. Madje mund të humbasim familjet tona. Unë mund të humbas biznesin tim. E çfarë pret ti që të bëj? Të vdes këtu jashtë? E kupton që po pësoj infarkt? Ti e di, Ormik, e di, po. Lërm të ndihmoj që të dalësh nga makina. Mbase ajri i freskët do të ndihmoj. Më prit! Oh, më dhemb. O zemra. Nuk mund të eci. Ja. Mbështetu te kapaku i makinës edhe qetësohu pak. Qëndrova te kapaku i makinës derisa dhimbja u qetësua. Më pas shoku im më çoi në shtëpi ku e gënjeva gruan. Ishte hera dytë që thuaj se humba jetën për shkak të drogës. Herën e parë të ashtu quajturit shokët e mi, më lanë obor pasi nuk mund të më përmendin. Gruaja më ndau. U çlirova sepse e dija që forca e liksis që po më vriste mua, mund ta shkatronte edhe familjen nëse do të qëndronte me mua. Vjerri më kishte gjetur një punë të mirë në një uzinë lëndësh kimike, kështu që kisha para për varësinë time të re, për metamfetaminën dhe ekstazën. Alo? Rod, Po? ti nuk thesh asnjëherë herët në shtëpi. Habitem që të gjej brenda në këtë orë të natës. Po flija, mami. Përpiqem të fle një orë pas pune që të kem fuqi për të festuar gjatë natës. Jeta jote ka marrë ta të pjetë mbirë. Do ta vrasësh vete në këtë mënyrë. E po në mos sot nesër kemi për të vdekur, apo jo? Ashtu është, edhe unë të kam bler një cop tokë për varrin. Të lundë, mami. Je e zonja. Dëgjoj Rodni, po e vret veten me drogë birim. Jepi fund, të lutem. Unë isha një dështim i vërtet, dhe po shkatërroja atë pjesë timen që urreja. Djalin që nuk i bindej Perëndis, burrin që nuk mund të jetonte siç duhej. Më pas një ditë ish gruaja ime erdhi të më takonte bashkë me djalin. Kisha muaj pa e parti mbirë dhe kur e pash më dha një lloj shprese, kështu që shkova në kish. Dhe dije këtë, në ditët e fundit do të vinë kohë të vështira, sepse njerëzit do të jenë egoist, lakmues parash, mburravec, krenar, blasfemues, të pabindur ndaj prindërve, mos mirënjohës, të paudh. A njihni ndonjëri të tillë? Base veten tuaj. Dëgjoni miqtë mi. Bibla thotë se të gjithë kemi mëkatuar. Nuk ka asnjë të drejtë, as edhe një. Por shkrimi mbylli të gjitha gjërat në mëkatin që t'u jepej besimtarëve premtimi nëpërmjet besimit të Jezus Krishtit. Kapitulli 3 i letrës së Galatasve, vargu 22. Po, të gjithë jemi mëkatar. Por ti je një Perëndi i gatshëm që të fal, shpirt madh, plot mëshirë, i ngadalshëm në zemërim dhe plot mirësi. Kryqi i Jezus Krishtit është simboli i dashurisë dhe hirit të Perëndisë, ku ai dërgoi birin e tij të vetëm lindurin që të vdiste në vendin tonë për mëkatet. Tek libri i zbulesës, kapitulli 3, vargu 19 thuhet: Unë të gjithë ata që i dua, i qortoj dhe i ndëshkoj. Prandaj je i zellshëm dhe pendo. Unë hodha hapin dhe i bëra Perëndis premtime që nuk mund t'i mbaja, sepse nuk e kuptoja që duhej një transformim nga brenda, që të bëhesha biri i Perëndis. Shkova të jetoja me prindrit dhe gjeta një bibël studimi. Çdo ditë kërkoja vargje duke u përpjekur që të mbahesha. Vazhdoja të shkoja në kish, por vazhdoja edhe të pija alkool dhe të merrja drogë, duke mos dorëzuar asgjë te Perëndia. Puna ime falimentoi, kështu që fillova një shkollë 2 vjeçare për të mësuar më shumë rreth kondicionerëve. Kur më mbaruan dhe paratë e fundit, u luta dhe gjeta punë në një bazë të forcës ajrore ushtarake. Kaloi 1 vit e gjysmë. Pse je mërzitur? Sepse asgjë nuk po shkon ashtu siç kisha shpresuar. Po si mund ta thuash këtë? Ti përfundove shkollën dhe Perëndia të ndihmoi të gjeje punë me kohë të plot. Megjithatë nuk ma ktheu familjen time. Po ti kërkove gruas tënde që të kthehej? Sigurisht që po. Ajo nuk dëshiron të më jap më asnjë mundësi. E di ç'më tha? Ndonjëherë njerëzit lëndohen deri në pikën sa bëhen të pandjeshëm dhe kështu dashuria vdes. Ka vendosur që të vazhdoj përpara me jetën e saj. Më vjen keq, Rodni. Jam përpjekur shumë që të jetoj siç duhet, mami. Me shoqe u martua sërish dhe bëri fëmijë të tjerë. Shturja ime u bë edhe më e madhe duke luajtur kumar, duke pirë dhe duke marrë drogë më shumë se kurdo herë tjetër. Grindesha vazhdimisht dhe përfundoja në burg.
Shokët e mi po vdisnin nga mbidoza dhe nga aksidentet, por prap unë nuk po e vrisja mendjen për baltën në të cilën po zhytesha. Madje u përfshiva në trafikimin e drogës duke kaluar mall nga njëri shtet në tjetrin. Kur mungoja në punë, telefonoja për të dhënë justifikime pa baza. Çdo gjë në rregull, Rodi. Se që babai yt ishte shumë smur. Të gjithë në punë po pyesin për ta. I mat vdiq. Vdiq? Më vjen shumë keq për këtë, Rodi. Merr kohën që të nevojitet për të kujdesur për pjesën e funeralit. Ktheu kur të kesh mundësi. Ju afrova vdekjes disa herë për shkak të drogës dhe alkoolit, ose budallollëkut. Por doja të vdisja kur u ktheva në punë dhe më dhan një kartolinë ngushëllimi me para brenda. I mat nuk ishte vdekur. Turpi më çoi te nëna dhe ajo më shtroi në spital ku nisi seanca kundër varësisë. Duke dashur të shërohesha e ndoqja programin për 1 vit. Më pas fillova të merrja metamfetamin më shumë se më parë. Personat e varur ndaj metamfetaminës nuk janë të shoqërueshëm sepse janë shumë të fiksuar. Vajzat shesin trupin e tyre, të gjithë vjedhin nga njëri tjetri. Nuk mund t'i zësh besë askujt. Personat me varësi bien nga pesha dhe humbasin dhëmbët e tyre. Prindërit shfrytëzojnë fëmijët dhe fëmijët shfrytëzojnë shokët e tyre. Në të vërtetë ata që e kanë kontrollin janë demonët. Mos të lutem. Tërhiqe këmbën. Jepi. Qelloje. Mos qelloro, të lutem, mos qello. Vrite. Vrite. Ai e meriton. Jo, Rodi, jo, mos qello, nuk dua të vdes, të lutem. Shumë mirë atëherë. Ke 15 minuta për të gjetur kokrat. Ndryshe kam për të vrarë. Po, nuk e di ku janë, të betohem. Të gjithë kanë ikur, përveç teje. Po, mbas ajo gruaja i mori me vete kur u largua. Nuk është e vërtet. Ajo tha që i la këtu dhe tani nuk janë më. Kështu që ti i ke marrë. U i ke futur. Po nuk e di, të betohem, nuk e di. A i gënjen, qelloje. Falenderoj Perëndin që nuk dëgjova zërin demoniak në mendjen time dhe qellova një pikturë në mur. Unë mësova që të përgatisja metamfetamin, me qëllim që të përmbushja kënaqësinë e varësisë sime që po bëhej më e madhe. Por personat që e përgatisin metamfetaminën e konsumojnë më shumë se çdo kusht tjetër. Kështu unë gati sa nuk kalova një krizë mendore. Ishte viti 2000 dhe pikërisht atëherë kur kisha arritur kulmin e korruptimit tim, bashkëshorti i motrës time, një oficer policie, vdiq kur ishte në shërbim. Çfarë funerali, ë? Po pra, nuk kam parë kur kaq shumë policë të mboshin në rrugët. Megjithse në fillim ishin qepur mua. E vura re turmën, por ti ishe në kortezh apo jo? Po. Thonë se Indieri ishte një heroi vërtet. E di, i tillë ishte. Sidoqoftë, heroi vërtet këtu je ti plako, sepse na përgatit mall mjaft të mirë. Do ta qepësh gojen? Duhet të përqendrohem. Punati im ishte gjithçka që unë nuk isha, i ndershëm dhe punëtor. Ai e donte familjen e tij dhe bënte 3 punë për të siguruar për të, ndërsa unë e braktisat timen. Unë isha magjistari, përgatitësi i metamfetaminës i cili kishte marrë rrugën drejt ferrit. Sidoqoftë një rrezë drite më ndriçoi shpirtin. Kështu që shkova të takoja nënën. Rod, çfarë të ka ndodhur? Dukesh për faqet zez. A mund të hyj brenda, mami? Sigurisht që po, bir. Ke marrë sërish droga, apo jo? Je bërë kocke lëkur, mor bir. E di, edhe kam nevojë të më ndihmosh, mami. Kam humbur shtëpinë, punën, familjen dhe tani po humbas edhe mendjen. Atëherë pse nuk heq dorë nga droga? Sepse jam bërë i varur ndaj saj. Rehabilitimi nuk më ndihmoi. Nuk di çfarë të bëj. Shiko, un kam dëgjuar për një vend të krishterë ku mund të shkosh. Si thua sikur ta provosh një herë. Jam gati të bëj gjithçka. Unë shkova në ato qendër të krishterë rehabilitimi dhe më në fund atje gjeta qetësi dhe ushqim. Çdo ditë shkoja në studimin biblik, por natën në ëndrat e mia unë isha akoma personi që përgatiste metamfetaminën. Isha rebel dhe mendoja se dija më shumë se mësuesit dhe predikuesi. Jezusi tha, nëse më doni,
Zbatoni urdhërimet e mia. Është e thjeshtë. Cilat janë urdhërimet e tij? Te Ungjilli Markut kapitulli 12 vargje 30 dhe 31, ai tha: "Duaje Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë mendjen tënde e me gjithë forcën tënde." Ky është i pari urdhërim. Dhe i dyti i ngjan këtij: "Duaje të afërmin tënd por si vetveten." Nuk ka urdhërim tjetër më të madh se këto. Këtë tha Perëndia: "Nëse e doni atë, duhet i zbatoni urdhërimet e tij." Këto urdhërime nuk janë të vështira. Duajeni Perëndin. Duajeni të tjerët. Këtë nuk mund ta bëni me forcën tuaj. Ja pse Perëndia na jep frymën e shenjtë kur i lindim. Perëndia i do të tjerët nëpërmjet nesh dhe ne i duam të tjerët nëpërmjet tij. Prandaj bëni gjithçka pa murmuritje dhe pa mëdyshje, që të jeni të paqortueshëm dhe të pastër, bij të Perëndisë të patëmet, në mes të një brezi dredharak dhe të çoroditur, në mes të cilit ju ndriçoni si pishtar në botë. Një të premte vendosa që djeja ndonjë gabim te predikuesi dhe t'i thosha, por ndodhi që u largova dhe ju ktheva të shkuarës time të padëshirueshme. Një shok më lejoi që të qëndroja me të, por nuk u ndjeva i mirë pritur. Frika më pushtoi sepse doja me gjithë shpirt që të bëhesha i lirë nga kjo varësi, por kisha rënë në grack. Shoku im kishte një rimorkjo të vogël ku ne përgatisnim metamfetamin. Ku shkuan për bërësit? Unë kisha lërë një sasi të madhe këtu. E di, por Charlie i vodhi. Dhe ti e lejove? Nuk kisha si ta ndaloja. Po ti sikur ke armë. E po edhe ai ka. Unë do të përgatisja shumë metamfetamin ma i gjëra sa kisha. Qetësohu, Rod. Nuk do të qetësohem fare, por do ta vras Charlin. Do ta vras. Ku e kam armën? Unë e prita Charlin jashtë shtëpisë së tij me armën time, por ai nuk u bë më kurrë i gjallë. Ne morëm më shumë përbërës dhe e përgatitëm helmin ton duke e bërë në formë lëngu, jo të ngurtë. Mbrëmjen tjetër u ktheva në rimorkjon e shokut tim për të përgatitur metamfetamin. E mbajtëm të kyçur derën për të qenë të sigurt dhe nuk kishim ajrosje. Gazrat u mblodhen. Unë po çliroja tym në lëngun e djegshëm. Në atë çast gazrat u ndezën. Javën e ardhshme do dëgjojmë përfundimin e historisë së Rodnit dhe shpërthimin e jashtëzakonshëm që është shkundi botën e tij. Dëgjues të dashur, mos prisni deri atëherë për të menduar rreth jetës suaj të pasigurt. Askush nga ne nuk e di se sa kona ka mbetur në tokë. A jeni ju gati të përballeni me Perëndin? Përpjekjet tuaja më të mira nuk mjaftojnë. Vetëm gjaku i Krishtit pranohet në parajs. Sepse Perëndia e deshi kaq shumë botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Nëse keni nevojë për ndihmë në marrjen e këtij vendimi të ndryshues, ju ftoj të na shkruani në Radio 7 Kutia Postare 2914 Tiranë ose na dërgoni një email në info@radioviz7.net. Ndoqët programi me numër 367. Kjo ishte pjesa e parë e dëshmisë së vërtetë të Rodney Williams. Të lirë nga pranga, të prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe usoll për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këto programe në jetën tuaj. Ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herë në ardhshme bashkë, mirë dëgjofshim.